Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 130 të surës Taha, Allahu i madhruar dhe i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Dhe lavdroje me lavdrim Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Lavdroje atë edhe në orët e natës, edhe në skajet e ditës, që të mund të kënaqesh. Ky ajet fisnik bën thirrje që besimtari duhet ta mbajë zemrën e tij të lidhur vazhdimisht me Allahun fuqiplot, përmes dhikrit, përmendjes së tij, përmes tasbihut, lartësimit dhe falënderimit, në mëngjes e në mbrëmje, ditën dhe natën. Në përmendjen e Allahut gjendet qetësia e shpirtit, kënaqësia e zemrës dhe lumturia e vërtet. Kush e përmend Allahun në çdo kohë, ai gjen qetësi, kënaqësi dhe afërsi me Zotin e tij. Pra tema e sotme, inshallah, do të jetë pse duhet ta përmendim Allahun. Kuptimi i dhikrit, pra i përmendjes së Allahut në terminologjinë islame, është përmendja që robi i bën Zotit të tij duke lavdruar atë apo duke folur për qenien e tij, për cilësitë e tij, për veprimet dhe mirësitë e tij, apo duke adhuruar atë, duke lexuar librin e tij, Kuranin e Shenjtë, duke ju lutur dhe duke i kërkuar atij nevojat që ka. E vërteta e dhikrit është se dhikri në thelbin e tij është që njeriu të çlirohet nga pakujdesia dhe harresa dhe të drejtohet me zemër dhe me shpirt ka krijuesi, Allahu i plotfuqishëm. Kemi disa lloje përmendjesh për të dhikrit, përmendjes së Allahut. I pari është dhikri me gjuhë. I dyti është dhikri me zemër dhe me shpirt. Dhikri me gjuhë është që njeriu ta përmend Allahun me gjuhën e tij dhe ta lavdrojë me emrat dhe cilësitë e tij. Ndërsa dhikri me zemër është që njeriu të shkëputet nga kjo botë dhe nga gjithçka që gjendet në të, duke ju drejtuar Allahut me zemrën dhe me qenien e tij, duke medituar mbi emrat dhe cilësitë e Allahut, mbi mrekullitë e fuqisë së tij dhe veprat e tij, pra krijimin e tij. Këto dy lloje të përmendjes së Allahut janë pra format më të larta të dhikrit. Dietarët kanë përmendur edhe ndarje të tjera të dhikrit, të përmendjes së Allahut, sepse çdo gjymtyrë e njeriu ka një dhikr që i përshtatet asaj. Dhikri i gjuhës është lavdrimi i Allahut, lutja dhe leximi i Kuranit.
Dhikri i zemrës është meditimi mbi qenien e Allahut, cilësitë e tij dhe mrekullitë e fuqisë së tij. Meditimi mbi urdhrat dhe ndalesat e Allahut, si dhe soditja e sekreteve dhe mrekullive të krijesave të tij. Dhikri me frikë dhe shpresë është që njeriu të kujtojë dënimin e Allahut dhe t'i friksohet atij në çdo çast, ndërsa njëkohësisht të shpresojë dhe të dëshirojë mëshirën e Allahut në çdo kohë. Dhikri i gjymtyrëve është adhurimi i Allahut me trup, si namazi, agjerimi, zakati dhe xhihadi në rrugën e Allahut fuqiplot. Dhikri i duarve është shpenzimi në rrugën e Allahut për të varfrit dhe nevojtarët, plotësimi i nevojave të tyre dhe sjellja e gëzimit dhe e rahatisë së besimtarëve. Dhikri i syve është derdhja e lotëve nga frika dhe nga përkushtimi ndaj Allahut fuqiplot. Përveç këtyre, dietarët kanë përmendur edhe lloje të tjera të dhikrit, secila prej cilëve e afron robin më pranë me Allahun e madhëruar. Përmendja e Allahut është një nga adhurimet më të lehta për gjuhën, por njëkohësisht ndër veprat më të mëdha dhe të rënda tek Allahu fuqiplot. Përmendja e Allahut është ushqimi i shpirtit, drita e zemrës dhe çelësi i qetësisë së brendshme. Po lind pyetje, pse duhet ta përmendim Allahun? Së pari, duhet ta përmendim Allahun sepse vetë Allahu na urdhëron ta përmendim atë. Në ajetet 41-42 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju që keni besuar, përmendeni Allahun me përmendje të shumtë dhe madhërojeni ata në mëngjes e në mbrëmje. Ky ajet nuk na urdhëron thjesht ta përmendim Allahun, por ta përmendim sa më shumë atë. Besimtari duhet ta ketë Allahun në zemër, në gjuhë dhe në veprat e tij. Së dyti, duhet ta përmendim Allahun sepse përmendja e Allahut sjell qetësi në zemër. Një nga nevojat më të mëdha të njeriut është qetësia shpirtërore. Njerëzit kërkojnë qetësi në pasuri, famë, pozitë dhe kënaqësi materiale, por Allahu i plotfuqishëm na tregon burimin e vërtetë të saj. Dhe këtë na e thot në ajetin 28 të surës Ra'd: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohet zemra. Pra vetëm me përmendjen e Allahut qetësohet zemra. Me lidhjen e zemrës me Allahun, atëherë gjen qetësi. Nuk gjen qetësi zemra as në pasuri, as në famë, as në pozitë, as të kënaqësitë materiale. Sa më larg Allahut të jetë zemra, aq më shumë shtohen shqetësimet, frika dhe pasiguria, kurse zemra që e kujton Allahun është edhe kur është në vështirësi, kjo zemër gjen qetësi dhe siguri. Pra ajo zemër që e kujton Allahun, që është e lidhur me Allahun, edhe në situata të vështira, në probleme, ajo zemër pra gjen qetësi dhe siguri. Së treti, duhet ta përmendim Allahun, sepse përmendja e Allahut është qëllimi i adhurimeve.
Allahu i madhruar i tha profetit Musa a.s. wa aqimi salata li dhikri, fal namazin për të më përmendur mua. Dhe ky është ajeti pra 14 në surën Taha. Pra një nga qëllimet kryesore të namazit, agjërimit dhe adhurimeve të tjera është që zemra e njeriu të mbetet gjithmonë e lidhur me krijuesin e saj, me Allahun e plotfuqishëm. Së katërti, duhet ta përmendim Allahun sepse përmendja e tij na mbron nga shejtani i mallkuar. Kur njeriu e harron Allahun, shejtani fiton ndikim mbi të. Në ajetin 36 të surës Az-Zukhruf, Allahu i madhruar thot: "Wa man ya'shu an dhikri r-Rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kush largohet nga përmendja e gjithëmëshirshmit për Allahut, ne ja caktojmë një shejtan që bëhet shoqëruesi i tij. Dhikri pra përmendja e Allahut është një mburojë që e ruan zemrën nga vesveset dhe mashtrimet e shejtanit të mallkuar. Së pesti, duhet ta përmendim Allahun, sepse Allahu e përmend atë para që e përmend Allahun fuqiplot. A ka nder më të madh për njeriu që Allahu ta përmend atë? Si ndihet një njeri kur dikush me famë, me pozit e përmend për mirë? Normalisht ka një ndjenjë mjaft të lartë, gati sa nuk fluturon nga gëzimi. Si është situata, gjendja kur ne na përmend Allahu, kur ne e përmendim atë? Nuk ka nderim më të madh. Në ajetin 152 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: "Fadhkuruni adhkurukum." Më përmendi mua që unë t'ju përmend ju. Pra kur robi e përmend Allahun në tokë, Allahu e përmend atë me mëshirë dhe me nderim. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "Atë ju tregoj për veprën më të mirë, më të pastër tek Zoti juaj, që ju ngre më shumë në shkallë dhe është më e mirë për ju se sa shpenzimi i arit dhe i argjendit?" Ata i thanë: "Po, o i dërguari i Allahut." Profeti u tha: "Përmendja e Allahut." Pra përmendja e Allahut është vepra më e mirë, më e pastër tek Allahu dhe ajo na ngre më shumë në shkallë dhe është më e mirë se sa shpenzimi i arit dhe i argjendit. Në një hadith tjetër, profeti ynë i dashur ka thënë: "Shembulli i atij që e përmend Zotin e vet dhe atij që nuk e përmend është si shembulli i të gjallit dhe i të vdekurit." Kjo tregon pra se dhikri, përmendja e Allahut, është jeta e zemrës. Ka shumë hadithe nga ehli bejti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi që flasin për përmendjen e Allahut. Sipas ehli bejtit, dhikri është adhurimi më i madh. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Përmendja e Allahut është pastrimi dhe ndriçimi i zemrave." Nga ky hadith kuptojmë se zemra e njeriu pastrohet nga pluhuri i mëkateve, i pakujdesisë dhe i lidhjeve të kësaj botës përmes përmendjes së Allahut. Dhikri, pra përmendja e Allahut, e ndriçon shpirtin me dritën e besimit, i sjell qetësi zemrës dhe afron robin me krijuesin e tij. Pra përmendja e Allahut, dhikri është ilaçi i zemrës që e pastron nga errësira dhe e mbush me dritën e Allahut fuqiplot. Sipas ehli bejtit, dhikri është ushqimi i shpirtit.
Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: përmendja e Allahut është ilaçi i sëmundjeve të shpirtit. Sipas Ehli Bejtit, dhikri largon ngurtësinë e zemrës. Imam Sadik, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nuk ka gjë që Allahu ta ketë bërë obligim përveç se i ka caktuar një kufi, ndërsa përmendja e Allahut nuk i ka caktuar kufi. Dhe duke qenë se është e hapur përmendja e Allahut, zemra e gjithmonë qëndron e butë. Pra ajo zemër që gjithmonë pra përmend Allahun, është e lidhur me Allahun, ngurësia është larg kësaj. Më pas Imam Sadik lexoi ajetin: udhkurullaha dhikran kathira, përmendin Allahun me përmendje të shumë, sepse me përmendjen e Allahut pra zbutet zemra. Sipas Ehli Bejtit, dhikri është shenjë dashurisë ndaj Allahut. Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nuk ka asgjë më të dashur për Allahun se sa robi besimtar që e përmend shpesh atë, pra e përmend shpesh Allahun krijuesin. Po si ta përmendim Allahun? Përmendja e Allahut realizohet duke thënë: subhanallah, i lartësuar je o Allah, elhamdulillah, të falenderoj o Allah, la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Përmendja e Allahut realizohet gjithashtu duke lexuar Kur'anin, duke dërguar salavate për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe familjen e tij Ehli Bejtin, duke falur namazin, duke ju bindur Allahut dhe duke ju lërguar mëkatet. Imam Sadik, paqja qoftë mbi të, ka thënë: përmendja e Allahut nuk është vetëm të thuash pra subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Përmendja e Allahut është që kur të përballesh me atë që Allahu e ka bërë halal apo haram, ti bindesh urdhrit të tij. Të dashur vëllezër dhe motra, njeriu nuk mund të jetojë pa ushqim për trupin, por edhe zemra nuk mund të jetojë pa ushqimin e saj. Ushqimi i zemrës është përmendja e Allahut. Me përmendjen zemra pra qetësohet, me përmendjen largohen shejtanët, me përmendjen e Allahut pastrohet shpirti, me përmendjen e Allahut fitohet afërsia me Allahun, me përmendjen e Allahut robi bëhet i përmendur tek Allahu. Pra Allahu e kujton, e përmendat. Prandaj le ta mbajmë gjuhën tonë të lagur gjithmonë me përmendjen e Allahut dhe zemrat tona të gjalla me dashurim për të, për Allahun e plotfuqishëm. Lusim Allahun e madhruar të na bëjë për atyre për të cilët ai thot: alladhina yadhkuruna Allaha alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata që e përmendin Allahun në kam, ulur dhe të shtrirë. Qofshim dhe ne inshallah për këtyre. Allahu na bëf për atyre që e përmendin sa më shumë atë, e falenderojnë me sinqeritet dhe e adhurojnë me përkushtim. Allahu na bëf prej përmendësve. Allahu na ruajt, na begatoft të gjithëve. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu t'jofshin mbi ju.